Përshëndetje të nderuar ndjekës, përshëndetje të dashur miq, ja ku po ritakohemi me mua Tirona Lilin për të sjellur pranë jush ngjarjet dhe dinamikat më të fundit. Ju e dini shumë mirë, tashmë jeni të paralajmëruar nga produksioni dhe nga vllau i madh që sonte Luis Eli do të ketë një surprizë shumë të bukur, një surprizë që në fakt do të na emocionoj, do të na befasoj të gjithëve. Ju e dini që Luizi me rihyrjen në shtëpinë e Big Brotherit ka thyer një rekord, unë do ta them një rekord ballkanik, se botror jo, po ballkanik po. Do me thënë, mendoj që asnjë artist shqiptar nuk i ka biliona klikime. Luizeli arriti në hashtagun e tij 20 bilion, një mesazh që në fakt erdhi sot në shtëpinë e Big Brotherit në dronin e 5. 5 drona brenda shtëpisë së Big Brotherit për vetëm 2 ditë për Luizelin, gjë e cila në fakt e futi në vështirësi produksionin për të menaxhuar banorët që gjithmonë me mbërritjen e dronave, do të thënë të fusin banorët brenda në shtëpi. Luizeli sonte do të përjeton një emocion dhe një surprizë jashtëzakonisht të bukur. Ndoshta do të jetë nga ato surpriza që do të vëj pikë mbi jetën e tij. Pritet që sonte në shtëpinë e Big Brotherit të mbëri bashkëshortja e tij Kiara Tito dhe vajza, mendoj që fëmia më i famshëm shqiptar, më e përfolura në për të gjitha mediat ros, Luna Marie Eli. Luna Marie Eli sonte pritet që të mbëri në këtë shtëpi, por me çfarë dhurate? Digitalp, platforma më e madhe online shqiptare, ka hedhur në faqen e saj një video teksa Luizi po bisedonte me Ledin e madh, që i thonte Digitalpit që të gjithë i more në reklam, vetëm mua nuk më more. Siç duket, Digitalp do t'i jep një ofertë mirë të paguar Luizelit për të bërë reklam për platformën Digitalp së bashku me vajzën e tij, Luna Marie. Këtë moment Digitalpi e ka ndarë në faqen e saj, që do me thënë është i privilegjuar që në të gjitha këto qindra miliona klikime që Luizi bëri me hyrjen e dytë në shtëpinë e Big Brotherit dhe që e dëshmoi edhe një herë që është fenomen i veçantë, Digitalp siç duket do ta shpërblej dhe do t'i jep Cezarit në këtë moment atë që meriton. Unë e di që do të emocionohemi të gjithë, e di që Luna do tregon një afrimitet jashtëzakonshëm, sepse Luizi nëpër të gjitha cepat e shtëpisë nëpërmjet kamerës i ka kënduar Lunës këngët e saj të preferuara, ato se çfarë Luna do, ka biseduar me të nëpërmjet kamerave dhe kjo në fakt e bën dhe e tregon që është një baba jashtëzakonisht i përkushtuar dhe e do shumë familjen. Na kanë mbetur shumë pak momente nga surpriza e madhe që Luizeli do të bëjë me Lunën.